opozitës ndodhet në Valencia, ku ka marrë pjesë edhe në samitin e Partive Popullore Europiane, ku ka zhvilluar një seri takimesh të rëndësishme, ka mbajtur edhe fjalën e tij, një fjalë përmbledhëse, shtëruese, që lideri i opozitës kërkonte një herë mirë ta bënte të qartë në përballë partive të djathta europiane të vërtetën e Shqipërisë Edi Rama sipas tij. Ndërkohë ky i fundit nga ana tjetër sot në rubrikën Sy ka rikthyer edhe një herë në vëmendje një nga problemet më madhore të zgjedhjeve, të cilat në fakt prodhuan një skandal të jashtëzakonshëm kur ndodhen, por asnjëherë nuk u hetuan deri në fund. Patronazhistët me një gjuhë gati kërcënuese deri në nivel hakmarrës përballë publikut, kjo është mënyra që kryeministri ka zgjedhur për të zhvilluar ditën e sotme fushatën e tij elektorale. Do të ndalemi në zhvillimet e ditës, natyrisht duke komentuar atë që është duke ndodhur më pak se 2 javë larg ditës së zgjedhjeve. Në studio me mua ka mbritur Kreshnik Myftari, jurist, bashkëpunëtori ta quaj të task force-s, është kënaqësi Kreshnik që je me mua, Elker Pushkolaj, kolegu im gazetar, redaktor Syri Televizion, mirë se erdhe i dashur Elker. Ndërkohë kam nga Valencia në këtë lidhje me Skype Marash Logun, këshilltarin ligjor të Partisë Demokratike. Marash, mirë se më erdhe. Përshëndetje Sonila. Ndërkohë pres vetëm pas pak edhe Avenir Pekën, i cili edhe ai në lëvizjet e fushatës elektorale do të jetë në lidhje Skype me mua. Marash, po e nis me ty, kanë mbaruar tashmë takimet e zhvilluara gjatë ditës? Jo, në fakt sot dhe nesër zoti Berisha, sekretari i Partisë Demokratike, do ketë disa takime me drejtues të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian, ashtu edhe me të fuqishme të Bashkimit Evropian, ku edhe të rajonit, të cilët nga takimet që kemi pasur deri tani, shohim që janë shumë mirë të informuar në fakt për gjithë situatën në Shqipëri, dhe shumë mbështetës ndaj Partisë Demokratike dhe përpjekjeve që bëjnë për të sjellë ndryshimin, e konfirmuar disa herë gjatë gjithë takimeve që kanë pasur gjatë ditës sot. Zoti Berisha ka pasur në Kongres të drejtohet edhe audiencës, pra të gjitha audiencë partive popullore evropiane dhe të drejtuesve të tyre që marrin pjesë në këtë Kongres, duke dhënë një panoramë të plot asaj për situatën në Shqipëri. Do ta ndjekim Marash, do ta ndjekim fjalën e zotit Berisha në fakt të përmbledhur. Ajo që doja të dia do ta bëj pyetjen më një herë pasi të ndjekim përmbledhjen, atë që ne nuk mund ta shohim dot. Pra, në këto takime ti the një gjë, e para që janë të mirë informuar për atë që është duke ndodhur, pra në ndryshim nga konteksti i zgjedhjeve të kaluara në Shqipëri, qoftë lokale të fundit apo të përgjithshme të 2021-shit, ku ndërkombëtarët vinin me informacione të cunguara në raport me atë që ndodhte në Shqipëri, tani ti mendon që ndërkombëtarët janë të mirë informuar për gjithë problematikat e një makinerie zgjedhore, e cila nuk respekton pothuajse asnjë parim zgjedhor në vendet demokratike. Sonina, ne kemi pasur mundësinë fakt ta shohim edhe nga rezultatat që prodhuan Partia Popullore Evropiane për situatën në Shqipëri, që dëshmonte një njohje shumë të mirë të problematikës dhe shqyrtimeve kryesore të standardeve demokratike, proceseve gjyqësore ndaj liderëve të opozitës, ekzekutimin e tyre politik, ashtu edhe problematikat tjera që të bëjnë me korrupsionin, me akuzimin, me keqërtësinë, apo edhe problemet që ne kemi me zgjedhjet e lira dhe të Shqipëri, për të cilat pam që kishte një interes të veçantë për kuptuar nëse kemi një përmirësim të standardeve apo një përkeqësim të tyre. Dhe mund të them që po e ndjekin nga shumë afër situatën që është duke ndodhur në Shqipëri. Janë mirë informuar, kanë gjithë predispozitën për të mbështetur Partinë Demokratike, që është një parti anëtare e Partisë Evropiane dhe Partisë të gjitha partive tjera, se atë fakt sot kemi jashtë partia më e madhe në Europë, jo vetëm me nivelin e Mikrofonin të lutem, po mundem Marash, një moment, vetëm mikrofonin, kam pak shkëputje her pas here të audios. Ndjekim pak disa prej deklaratave kryesore që lideri i opozitës Sali Berisha ka bërë sot në Kongresin e Partive Popullore Europiane në Valencia. Njëshin. Shqipëria sot është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë, ku të gjitha pushtetet ndodhen në duar të një njeriu të vetëm. Sikurse e kanë vërejtur edhe bashkuesit ndërkombëtar nëpërmjet një vote të blerë nga mafia dhe ndaj frikësimit si një makineri e madhe, ai ka vënë në kontroll të plot vullnetin e qytetarëve dhe i ka kthyer zgjedhjet në një fasadë. Ai bllokoi TikTokun në mënyrë që vendi ynë të jetë njësoj si Kabuli dhe Teherani.
njësoj si Zajedi Tunizis në vitin e zgjedhjeve, ai shkaktoi arrestimin e 3 kryetarëve të partive të opozitës për arsyen e vetme se ata ishin kundërshtar politik. Narkodiktatori i Tiranës i dha rishfet shefit të kundërinteligencës McGonigal për të punuar kundër opozitës shqiptare. Ai siguroi atij $225,000, por ju siguroi se nuk ishte i vetmi i cili mori rishfet për të punuar kundër opozitës. Shteti dhe krimi janë një kompani e përbashkët në vendin tim. Në kryeministri ndodhet një këshilltar, detyra e të cilit është të koordinojë punën e organizatave kriminale, duke nisur nga karteli i Sinaloas deri tek vëllezrit gangster brenda vendit. Sipas Eurostatit, nga viti 2014 deri në vitin 2023, 1.990.000 shqiptar kanë emigruar drejt vendeve të zonës Schengen. Përveç kësaj, vendi është një prej eksportuesve kryesor të krimit në Evropë. Më 11 maj, në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare do të zhvillohen. Në këto zgjedhje, përveç këtyre që u përmendën më lart, ai ka bllokuar edhe debatin televiziv, ka shpërndarë 100.000 euro si dhuratë për 80.000 pensionistë dhe ka dhënë me qindra licenca për plantacionet e kanabisit për të marrë votën. E ka kthyer narkoshtetin në një makineri të zgjedhjeve. Me ndihmën tuaj të dashur miq, unë ju siguroj se Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila rrëzoi para 32 vitesh diktaturën më staliniste të Evropës, do të rrëzojë gjithashtu edhe diktaturën e parë të narkoshtetit dhe të vetmen në Evropë, ato të Edi Rama. Këto ishin disa nga deklaratat kryesore. Lidhem edhe një herë me Marashin. Marash. Po, Sonila. Po, për të përfunduar së bashku, duat më thuash pak, unë kam një listë takimesh që janë zhvilluar sot, pra është takuar me zëvendës presidentin e Partive Popullore Europiane, pak më parë, çështje minutash do të ketë qenë takimi me kryeministrin grek Mitsotakis. Më intereson mënyra se si janë qasur në këto takime, qoftë edhe informale, pra jo vetëm në ballafaqim, po dhe në marrëdhënie informale, në takime në grupe të caktuara, cili është qëndrimi i liderëve të djathtë europian në raport me Partinë Demokratike, e cila deri dje dim se si ka qenë izoluar, por edhe në raport me procesin zgjedhor, dhe përpjekja për dërguar sa më shumë vëzhgues. Në fakt, Sonila, mund të them që ky kongres, i cili po them gjatë ditën e sot në ditën e nesërme, konfirmon dy gjëra. E para, Partia Demokratike nuk është fare izoluar, ka shumë miq në Europë dhe pritja që i kanë rezervuar zotit Berisha në gjitha takimet që ka marrë pjesë, qoftë edhe në takimet të cilat kanë qenë më të shkurtra për shkak të agjendës ngarkuar, ne kemi një pritje shumë e ngrohtë dhe shumë miqësore. Për që jemi shumë larg asaj që Partia Demokratike është izoluar, lideri i saj është izoluar në gjitha takimet që ka pasur me drejtues Partive Popullore Europiane, me kryeministra, me opozitën të vendeve të ndryshme, të cilat kanë filluar ditën e sotme dhe do zhvillohet të tjera edhe ditën e nesërme. Elementi tjetër që unë besoj konfirmojnë të dy ditë është fakti që Partia Popullore Europiane, drejtuesit e Partisë Popullore Europiane, kryeministrat e vendeve ku qeverisin partitë e djathta janë shumë mirë të informuar në Shqipëri dhe jo vetëm kaq, por janë shumë suportues për shtetin të përpjekjeve që po bën Partia Demokratike për të fituar zgjedhjet e 11 majit e kthyer edhe një herë Shqipërinë në rrugën e dur, drejt integrimit në Bashkimin Evropian, në rrugën e dur të shtetit të drejtës, demokracisë dhe drejtave të njeriut, për të cilat janë shumë mirë të informuar që janë cënuar shumë rënd gjatë 10 viteve të këtij qeverisë së Tiranës. Edhe në takime më të ngushta në të cilat kanë pasur mundësi të marrë pjesë me drejtues të ndryshëm apo përfaqësues ndryshëm Partive Popullore Europiane, bëre qartazi ky fakt.
Marash, të lutem më qëndro në linjë sepse dua të flas dhe pak më vonë për ty dhe për një raport OSB Odirit. Në fakt dua të them pak e lirë te ty sepse ka bërë shumë përshtypje lajmi i orës fundit shëna me armë zjarri pranë zyrave të Partisë Socialdemokrate, pavarësisht se janë mohuar nga kjo parti që të ka ndodhur brenda saj. Fillimisht dua të ndjek pak kronikën. Në çfarë ore ka ndodhur ngjarja? Kjo ka ndodhur rreth mesditës, por flasim rreth orës 15:30. Në Tiranë, çfarë në një zonë mjaft banuar. Bëm veçantë zona mjaft e banuar. E ndjekim pak?